Për shumë vjetë të gjithëve. Krishti u ngjall. Kur kujtojmë festën e sotme të grave miroprurse, ne kujtojmë që ishin të parat që morën lajmin e gëzueshëm të ngjalljes së Zotit. Po ka një element shumë të rëndësishëm brenda kësaj ngjarjeje. Gratë miroprurse këtë lajm të gëzueshëm nuk e fshehën në zemrën e tyre, nuk thanë ngjall Krishti dakor të mësuam tani pa vazhdojmë jetën tonë. As nuk e morën këtë lajm dhe shkuan në familjen e tyre tani po mbajmë këtë lajm për veten, për familjen tonë. Këtë lajm të gëzueshëm shkuan dhe ja dhanë apostujve, ja dhanë kishës. Nuk e mbajtën këtë gëzim të madh për veten e tyre, as për familjen e tyre. Dhe ky është shembulli më i mirë për të gjithë ne të krishterët. Çfarë kemi gjithë jeta jonë? Duhet ta kuptojmë se është një dhuratë e Perëndisë që t'i afrojmë atij dhe kjo dhuratë mos të jetë vetëm për neve, po të jetë për të gjithë, për të gjithë njerëzimin. Dhe sigurisht nuk themi që nuk duhet jetojmë, sigurisht nga puna jonë, nga jeta jonë, neve me atë do jetojmë, ne do jetoj familja jonë. Edhe vetë apostulli Pavli thotë, ata që i shërbejnë ungjillit nga ungjilli do të jetojnë. Por pavarësisht kësaj, jetës që do të kemi nevojë, që të kemi ne personale, familjare, gjithë pjesa tjetër do të kuptohet që atë që bëjmë, nëpërmjet sa do jetojmë, po kjo do të jetë në dobi të gjithë njerëzimit. Edhe kisha me jetën e saj këtë gjë bën vazhdimisht. Kjo është praktika që na mëson kisha me jetën e saj dhuruese. Ne dim që qendra gjithë jetës tonë është falënderimi hyjnor, liturgjia hyjnore. Çfarë ndodh brenda liturgjisë hyjnore? Vjen një besimtar, një nen, një besimtare, një besimtar sjell meshën, sjell verën dhe ato i merr kisha, i bekon, i shënteron dhe me ato ne shumohem, ne marrim, shënterohemi dhe pastaj vazhdojmë pjesën tjetër të jetës tonë. Do të thënë në emër ai besimtari, ajo besimtare sjell atë ofertën në emër të gjithë njerëzimit, por edhe si një shenjë mirënjohje për gjithë dhuratat që Zoti na ka sjell në jetën tonë. Dhe këto dhurata që ne na ka dhënë Zoti, ja ofrojmë Zotit si bekim, dhe Zoti përsëri nuk ka nevojë për neve, nuk ka nevojë për bekimet tona, për falënderimin ton. Ai i do këto që ne na i kthej përsëri si bekime në jetën tonë. Kështu duhet të bëjmë të gjithë neve. Atë çfarë kemi si dhuratë, kemi dhurata ndryshme në jetën tonë. Atë që kemi duhet t'i afrojmë Zotit. T'i afrojmë Zotit dhe kur ne afrojmë Zotit, dhe kjo do të jetë e dobishme jo vetëm për ne personalisht, jo vetëm për familjen tonë, po do të jetë më gjerë për komunitetin tonë, për shoqërinë tonë, dhe ndoshta për njerëzimin. Ne dim plot njerëz të cilët kanë me ndriçimin e Perëndisë, ka zbuluar gjëra të cilat janë të dobishme për gjithë njerëzimin sot. E kështu do të ndodhte në vazhdimsi. Kështu që nuk duhet të kemi frikë që çfarë ka bekuar Perëndia në jetën tonë, t'i afrojmë kishës, t'i afrojmë Perëndisë, Perëndia t'i bekoj, ai bekim të jetë për të gjithë neve. Sigurisht do të kujtojmë këtu kryepiskopin Anastas, i cili na thoshte jo vetëm thjesht duhet të afrojmë diçka Perëndisë, por duhet të afrojmë gjithçka te Perëndia. Gjithë jetën tonë duhet t'i afrojmë Perëndisë. Dhe kjo është përsosmëria. Nëse me të vërtet, kjo është përsosmëria, nëse me të vërtet gjithë jetën tonë dhe gjithë dhuratat që na ka dhënë Zoti në jetën tonë, ja afrojmë atij. Dhe ato do të jenë pastaj do të kthehen një bekim i gjerë për të gjithë njerëzit që Zoti do sjellë në jetën tonë, ose do të vinë vazhdimësi të cilë njerëz do të shohin nëpërmjet tyre bekimet dhe dashurinë e Perëndisë. Ne përpiqemi të dashur besimtarit, përpiqemi secili për nesh që ato dhuratat që na ka dhënë Zoti, bekimet që na ka dhënë Zoti, t'i afrojmë atij dhe ai pastaj t'i sjellë si bekime për të gjithë neve. Krishti u ngjall. Krishti u ngjall së vdekush me vdekje.